Jam në dieni, kam qenë në dieni për negociata të zvoglimit të dënimit që ka qenë, apo që me thonë ato vonesave. Si konkludovat ju, si komitet, që kjo rast do shkojnë në arbitrazh? Do të vazhdojmë me dëgjimin e dëshmitarit Artrim Buka. Në kohën për të cilën po flasim, ju keni qenë ministër dhe njëkohësisht edhe antar i komitetit ndërministror. Po e dini që fjala bëhet për kontratën Lamp Sam në shumë për 600 milion euro, autostrada Prishtinë-Anje Lezi. A mund të na thoni, nëse ju kujtohet, a mund të vazhdojnë qëtëve? A mund të na thoni, po që gjithmonë nëse ju kujtohet, se ju si antari i KDNM-s, Komitetit Drejtues Ndërministror, apo edhe anëtarët e tjerë të këtij trupi, keni qenë në dieni që kompania e mbikëqyrjes së punimeve, Hill International, kishte një obligim kontraktuar për mbikëqyrjen e punimeve në këtë autostradë. Është e qartë pyetja? E kuptot? Pyetja është e qartë, po. Atëherë mundi ju më përgjigjesh me të. Kanë kalu shumë vite, nuk jam i sigurt për përgjigje, prandaj nuk kuptohem. Nëse jam përgjigjur herën e kaluar në 2023 kësaj pyetje, atëherë ajo qëndron, por për ndryshe tash nuk jam shumë i sigurt. Ju si antar i KDNM-s, a keni qenë në dieni për negociata shtesë që zhvilloheshin lidhur me një marrëveshje për pagjesë për vështirjen e punimeve, afatit të punimeve, dhe rrjedhimisht edhe pagjesë shtesë për Bektelenka. Jam në dieni, kam qenë në dieni për negociata të zvoglimit të dënimit që ka qenë, apo që me thonë ato vonesave, shumës për vonesat. Do të thonë kemi qenë në dieni që kemi inkuraju me pas negociata për me zbutlu vlerën që ishte përcaktuar. Jo, nuk i di pjesëmarrësit kush kanë qenë pjesë e negociatave. E kujtohet cila ka qenë shuma që është dashur t'i paguhet Bektelenkas në bazë të asaj që thotë deri tash, që jeni njoftuar lidhur me një marrëveshje, është më quhet marrëveshje, agreement është. Lidhur me një marrëveshje për negociata shtesë, lidhur me vazhdimin e afatit të punimeve, e që për pasoj ka pasur edhe aspektin financiar. Cila ka qenë shuma, e kujtohet, që është paguajtur? Ose jeni marrë vesh? Ashtë shumat eksakte nuk më kujtohen, por parafërsisht fjala ka qenë për një shumë për rreth 63 milion dollar, kurse mbas negociatave ka rënë 53 më sa më kujtohet, dhe ashtë të shumat e praktika. Dollar, euro. Euro, se tash. A ju kujtohet çfarë lloj kontrate ka qenë lidhur mes qeverisë së Republikës Kosovës dhe Bektelenkas? Çfarë tipi ka qenë kontrata? Çfarë lloji? Në çfarë kuptimi, çfarë lloji? Ka qenë kontratë me shumë fikse, ka qenë kontratë me procedura tjera para pavas simbas standarde me ndërkombëtare, procedurës për burim publik. Çfarë mënyre ka qenë? Kontrata ka qenë, si që tha dhe ma herët, e në shkruar një kohë shumë ma herët para qeverisë tonë. Nuk po kujtohen detajet e si ka qenë e kontraktuar. A ju është dhënë ndonjë gjatë takimeve të juja marrëveshja në fjalë për cilën po flasim, çfarë shiqen? Shiqen. Peshë shori i vetë në kohë. Pa, thash edhe ma herët që nuk po kujtohen. A dini cila ka qenë shpenzimi i plotë që i ka kushtuar buxhetit të Kosovës për këtë kontratë? Me fjalë tjera, cila ka qenë shuma e paguar për realizimin përfundimtar të autostradës Anje Lezi ose Prishtinë-Anje Lezi? Por, me gjithë respektin, po, si minister, ekziston jo vetëm një projekt, po me vjetra projekte madhore. Kështu që detajet e vetëm një projekti është problem. Këta parimisht po e thamë me i ditë. Sidomos tash mas 8 viteve kohë që ka kaluar. Nuk është neglizhencë mos njohja detajeve, është vetëm se ka pas shumë projekte të ndodhur në atë njëjtën kohë.
Do të thonë kjo ka arsye. Jo, po, normalisht është arsye, sepse është e pamundur ti me ditë projektet ku sjell vetë kryesuesi i komunitetit, ti si antar i lëp, e i merr, e i njeh, po jo me ditë detajet e projektit. Si konkludua ju, si komitet, që ky rast do shkojë në arbitrazh? Si në shumë raste të tjera, të mospagesave që kanë përfunduar në arbitrazh, edhe kjo me siguri do të ishte një rast i tjetër. Aha. Kjo vjen nga eksperienca dhe normalisht që kur prezantohen dokumentacionet për mos pagesën apo dëshmi që qeveria e Kosovës nuk i ka paguar me kohë ratat që kanë qenë në mënyrë kontraktuale dhe ndërkohë sillen dëshmi në atë kohë për dëmin e shkaktuar, për kohën kur ishim në komitet, nuk ka pas arsye për mos pagesë të këtij farë, çfarë themi, dënimi apo